Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse jeni mbi 50 vjeç, ja 3 ushqimet që duhet i konsumoni për të jetuar deri në 100 vjeç dhe shëndetshëm. Me kalimin e viteve, sigurisht që organizmi është i pari që fillon të shfaqë problemet e tij. Kjo ndodh sidomos pas një moshe të caktuar që fillon nga mosha 45-50 vjeç. Zhvillimi i sëmundjeve që gjenden në trupin tuaj varion edhe nga gjendja e personit ku shfaqet. Pra, e shpjeguar thjesht, te gratë sëmundjet mund të zhvillohen ndryshe, ndërsa te burrat mund të zhvillohen në forma të tjera. Te gratë, kryesisht mbi moshën 50 vjeçare, hormonet fillojnë të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në mirëfunksionin e organizmit. Kjo cilësohet si një fillim i menopauzës dhe është një simptom kur trupi nuk prodhon më hormonet si estrogeni. Sipas mjekëve, në këtë periudhë trupi mund të zhvillojë një gjendje të quajtur simptoma metabolike. Pas saj fshihen një sër sëmundjesh si presioni i lartë i gjakut, obezitet, diabeti tipi 2 ose dhe ishemia. Në këtë video, sipas zbret saj, do ju shpjegojmë se si mund të parandaloni të gjitha këto komplikacione duke pasur një jetë dhe të gjatë dhe të shëndetshme. Vitaminat dhe hormonet e duhura. Një studim i vitit 2019 të cilit i referohemi tregoi se ka disa vitamina dhe lëndë hormone të cilat parandalojnë në disa komplikacione. Mjekët shpjegojnë se vitamina D dhe hormoni estrogen në veçanti luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Të dhënat e studimit, ku morën pjesë 616 gra nga mosha 46 në 86 vjeç, dhanë rezultate pozitive pikërisht ndaj këtyre elementeve. Estrogeni, njihet ndryshe si hormoni femëror ose vitamina D, ndihmon trupin të ruajë balancën dhe më pas periudhës së menopauzës. Te femrat me mungesë të vitaminës D, u pa se zhvilloheshin më shumë dhe më shpejt sëmundjet e obeziteti, sëmundjet kardiovaskulare dhe diabeti. Për te shëndetit të organeve, marrja e hormonit estrogenit dhe vitaminës D në sasinë e nevojshme ndihmon gjithashtu edhe në shëndetin e kockave. Sigurisht, është i rëndësishëm kontrolli dhe këshilla periodike me mjekun tuaj për të parë edhe për të marrë sasinë e duhur të tyre. Estrogeni ka ndikime edhe tek ushqimet. Këto hormon të rëndësishëm për trupin mund ta gjeni në ushqime të caktuara, të cilat janë frutat. Frutat padyshim janë një burim i vlerave dhe multivitaminave të mrekullueshme. Gjithsesi, jo të gjitha prej tyre janë të pasur me këto hormon të vlefshëm për trupin. Ju mund të konsumoni lule shtrydhe, pjeshk, banane, pasi janë të pasur me estrogen dhe stimulojnë gjithashtu balancat në trupin tuaj. Arrat. Arrat, përveç se janë një ushqim që ju ngopin më shpejt, janë të pasura me estrogen. Në përgjithësi, të gjitha llojet e arrave përmbajnë një lloj hormoni, ndaj mund të zgjidhni të konsumoni një miks prej tyre. Farat e linit. Burimi më i madh i estrogenit në ushqim vjen pikërisht nga farat e vogla të linit. Konsumojeni më shpesh edhe duke t'i kombinoni në sallata të ndryshme, tek kosi ose tek buka për të balancuar trupin tuaj. Vitamina D në ushqim. Vitamina D njihet përgjithsisht si substanca e vetme që trupi prodhon dhe aktivizon gjatë kohës për t'u ekspozuar në diell. Sidoqoftë, rreth 50% e popullatës në botë nuk merr mjaftueshëm nga kjo vitaminë, ndaj këshillohen mënyra të lehta për ta përfituar atë. Nëse nuk ka diell, atëherë konsumojeni nga ushqimet, ndër më të pasurët me vitaminën D janë sardelet. Peshku me vlerat dhe i pasur me acide të mira është një burim shumë i mirë i vitaminës D. Konsumojeni disa herë në javë për të marrë sasinë e nevojshme të vitaminës D, gjithashtu edhe të vlerave të tyre. Në dietën tuaj duhet të shtoni vezët. Nëse nuk ju pëlqen të konsumoni shumë peshkun, mund të zgjidhni gjithmonë vezët. Konkretisht të verdhat e tyre, pas janë një burim i mirë i vitaminës D dhe mund të gjenden shumë lehtë. Qumshti. Qumshti i lopës është një nga pjesët më të pasura me këtë vitaminë, prezente në çdo shtëpi dhe i dashur për të gjithë. Një gotë me qumësht rregullon dhe balancon kështu nivelet e trupit tuaj. Pas moshës 40 vjeç duhet të eliminoni një sër ushqimesh, më të rëndësishme janë ato të cilat ndikojnë negativisht. Të jesh në formë të qëndrueshme dhe të shëndetshme mund të jetë prioritet pavarësisht nga mosha që mund të keni, por veçanërisht pas moshës 50 vjeçare është thelbësore t'i kushtoni më shumë vëmendje asaj që hani, sepse trupi fillon të mos jetë më i njëjti. Shkaku qëndron te ngadalësimi i metabolizmit dhe rënja progresive e hormoneve të estrogenit. Me kalimin e kohës, shumë funksione të organizmit priren të bëhen më të ngadalta dhe më pak efikase.
Kjo është arsye pse është thelbësore që në këtë moshë t'i kushtoni më shumë vëmendje mënyrës së jetesës. Një dietë e pasur me yndyrna, sheqerna dhe ushqime të rafinuara bën procesin e plakjes më të shpejtë dhe lehtëson shtimin në peshë. Për të mbrojtur trupin tuaj dhe për të ruajtur formën e shëndetit, do ju tregojmë disa nga ushqimet që duhet t'i hani më shpesh pas moshës 30, 40 dhe 50 vjeçare. Frutat e pyllit ju bëjnë të qëndroni të rinj dhe të bukur. Mjedra, boronica, manaferat në përgjithësi janë ndër frutat më bujare me antioksidant. Ato sjellin sasi të lartë të antiocianinës, vitaminës C, të cilat kundërveprojnë ndaj dëmeve të radikaleve të lira dhe formimit të rrullave të para. Përbërësit fenolik në të cilën ato janë të pasur kundërveprojnë gjithashtu gjatë procesit inflamator, të cilat me kalimin e kohës mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve dhe çrregullimeve. Sardelet dhe arçuget madje mund të jenë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë për një mendje më të mprehtë në pleqëri. Sardelet dhe arçugja janë ndër varietetet e peshkut më të pasur me acide yndyrore esenciale, në veçanti me omega-3, aleat për shëndetin e trurit dhe për kujtesën. Bajamet për luhatjet e humorit. Një dorë bajame me zvakteve është alternativë e shkëlqyer, përveç omegës 3 dhe omegës 6 të dobishme në funksionin e sistemit nervor dhe për ekuilibrin emocional. Ato sigurojnë sasi të mira të polifenoleve, substanca të afta të reduktojnë proceset inflamatore dhe oksiduese dhe për të përmirësuar funksionet njohëse. Makaronat me miell integral mund të luftojnë shtimin në peshë. Krahasuar me ato me miell të bardhë, kjo ofron antioksidant. Siguroni fibrat që janë më të tretshme, janë të pasur me fibër që ndihmojnë në stabilizimin e nivelit të sheqerit në gjak dhe shmangin gjithashtu pikat e insulinës të cilat shkaktojnë urinë. Portokalli për të qëndruar larg entjes. Portokallët përmbajnë sasi të lartë të vitaminës C, e cila lehtëson prodhimin e kolagjenit dhe nxit tonin e butë të lëkurës. Përveç kësaj, ato janë të pasur me magnez dhe kalium, dy minerale që lehtësojnë qarkullimin e gjakut dhe gjithashtu lehtësojnë komplikacionet e fryrjes së tepërt të trupit. Fasulet. Pasi kaloni moshën e mesme, rreziku për problemet me diabetin e tipit 2 dhe kolesterolin e lartë fillojnë të rriten. Shtimi i fasuleve ose thjerrzave në dietën tuaj të përditshme do të ulë rrezikun e kolesterolit me 5%. Fasulet gjithashtu përmirësojnë nivelin e sheqerit në gjak të njerëzit me diabet. Tërshëra. Sa më shumë ushqime pa kolesterol të përdorni në dietën tuaj, aq më mirë është për zemrën. Dihet se rreziku i sëmundjeve të zemrës rritet pas moshës 50 vjeçare. Tërshëra, ndryshe nga drithat e tjerë, përmban më shumë fibër dhe ul sasinë e kolesterolit në trup me 5 deri në 10%. Personat të cilët konsumojnë tërshërë është zbuluar se kanë një risk më të ulët të humbjes së jetës në moshë të re. Mollët. Mollët përmbajnë lëndë dietike fantastike për shumë arsye. Mollët rregullojnë sasinë e sheqerit në gjak, përmbajnë fibër që ul kolesterolin, si dhe një substancë që ul presionin e gjakut. Mos harroni, mollët duhet të jenë bio dhe jo me pesticide, në mënyrë që të merrni më shumë përfitime për trupin. Frutat e thata. Në vend që të hani ushqime të thata dhe të pashëndetshme në vaktet e ndërmjetme, provoni të hani fruta të thata të përzira si arrat, bajamet, lajthit, pasi përdorimi i përditshëm i tyre redukton ndjeshëm rrezikun e atakut në zemër. Perimet jeshile. Deri më tani ju kemi treguar se çfarë është e rëndësishme për shëndetin tuaj kardiovaskular dhe metabolik. Gjithashtu në dietën tuaj duhet të përmirësoni edhe shëndetin tuaj mendor, ku në të duhet të shtoni frutat e pyllit. Të gjitha llojet e frutave të pyllit janë fantastike për shëndetin tuaj mendor. Ato reduktojnë inflamacionin dhe ndihmojnë në kalimin me lehtësi të gjakut në trup. Rezultatet tregojnë se duke konsumuar këto fruta, do të ulet rreziku i zhvillimit të problemeve të Alzheimerit. Kosi. Kosi është një burim shumë i mirë i proteinave dhe kalciumit që shërben për shëndetin e kockave. Karrotat. Karrotat hyn në listën e super ushqimeve. Ky ushqim është i dobishëm për të gjithë trupin, duke filluar që nga syt, goja, lëkura dhe zemra. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.